Shkolla Sami Frashëri në Prishtinë është ndër institucionet arsimore përfituese të projektit Humanizmi dhe Solidariteti, i cili është duke u realizuar me mbështetjen e Kryqit të Kuq. Ky projekt synon të nxjisë ndjenjen e empatisë, ndihmës së ndërsjellë dhe ndërgjegjësimit social tek nxënësit, duke promovuar vlera të qëndrueshme në komunitet. Nxënësit e kësaj shkolle në kuadër të aktiviteteve kanë vizituar edhe qendrën burimore për mësim dhe këshillim përparimi, ku së bashku me fëmijët autik kanë zhvilluar lojra prej më të ndryshmeve. Arbenita Vokshi Dobruna, profesoresh në shkollën Sami Frashëri, thotë se edhe vitin e kaluar kanë marrë pjesë në projektin e vlerave humane dhe këtë vit si shkollë po marrin pjesë me 4 projekte. Vitin e kaluar ka qenë një ndër shkollat fituese që ka fituar vendin e parë në promovimin e vlerave humane. Këtë vit pra po marrim pjesë për herë të dytë me 4 projekte në kuadër të projektit të Kryqit Kuq, do të thonë promovimi i vlerave humane. Njëra ndër to është aksion në komunitet, të cilin edhe kemi po organizojmë dhe po realizojmë sot në këtë qendrën burimore përparimi. Këtu kemi vendosur që të shprehim vullnetarizmin tonë së bashku me nxënësit, që të jemi si pjesë vullnetare që të realizojmë aktivitetet e këtyre bashkë me ne. Ne kemi vendosur si shkollë, së bashku me nxënësat, kemi marrë thuja se çdo javë që t'i ndihmojmë të organizojmë aktivitete të ndryshme. Sa herë që këta kanë aktivitete, ne kemi me qenë vullnetarë për t'u ndihmuar këtyre. Edhe nga qendra përparimi, vlerësojnë se këto aktivitete janë shumë të rëndësishme për fëmijët, përderisa bashkëpunimi me nxënësit e shkollës Sami Frashëri do të vazhdojë edhe në projekte tjera në të ardhmen. Këto aktivitete janë shumë të rëndësishme për fëmijët, do të thotë të gjitha kontribuojnë në zhvillimin e tyre si në aspektin social, emocional e tjerë. Bashkëpunimi ynë do të thotë me nxënësit e shkollës Sami Frashëri është shumë i rëndësishëm, për arsye se do të ketë aktivitete të vazhdueshme dhe të cilat kontribuojnë edhe në aspektin social të fëmijëve tonë edhe të tyre besoj. Sot pra është një aktivitet i cili është planifikuar dhe është aktivitet jashtëkurrikular. Ky aktivitet do të thotë zakonisht të gjitha aktivitetet jashtëkurrikulare kontribuojnë do të thotë në aspekte të shumta brenda qendrës tonë dhe fëmijët ndihen tepër mirë, janë shumë të lumtur, por ne gjatë këtyre aktiviteteve edhe shënojmë data të rëndësishme brenda kalendarit shkollor. Do të thotë bashkëpunimi ynë me Kryqin e Kuq është një bashkëpunim shumë i rëndësishëm. Fëmijët, nxënësit e shkollës Sami Frashëri janë shumë të kujdesshëm, janë shumë kontribues dhe janë vullnetarë të mirë, të cilët kontribuojnë brenda gjithë procesit tonë të aktiviteteve, por edhe nxënësit tonë i mirëpresin ata dhe kënaqen shumë gjatë realizimit të aktiviteteve të tilla. Nxënësit e shkollës Sami Frashëri shprehen tejet e lumtur që me kontributin e tyre vullnetar po ju ndihmojnë këtyre fëmijëve në këtë qendër. E kena marrë përsipër si detyrë një pull vullnetare, siç është Kryqi i Kuq, do me thonë jena të ndomë në grupe të ndryshme, ku kena lami të caktuara, ku njëra është për aksion në humanitet, tjetra është për interkulturor dhe tjetra është për kundërdhunës. Ne kena zgjedhë qendrën përparimi si qendër për me ardhë me nxënësa tash me aftësi të kufizume për mi solidarizu dhe mi tregu që na jena me ta gjithmonë. Është si punë vullnetare ku këtu vina bojnë aktivitete të ndryshme, cilët i ndihmojnë edhe mu bu pak më atraktive si orë edhe si shkollë. Unë jam Janina Bunjaku, jam pjesë e grupit në aksion në komunitet. Ne e kemi zgjedhur qendrën burimore përparimi që të bëjmë një lloj pune vullnetare që të bashkëpunojmë me nxënësit e kësaj shkolle. Sot kemi ardhur për të bërë një lloj ore të artit bashkë me nxënësit e kësaj shkolle, ku kemi bërë vizatime të ndryshme, punime të ndryshme, si dhe disa aktivitete fizike. Po, për pjesën tuaj, me ndrygu më shumë. Po, pra, e dim që Kryqi i Kuq vetë në emër, kur se të gjojmë
na tregon se ajo gjithashtu është një mbështetje qoftë çfarë do personi në nevojë dhe në ndihmë, dhe sot ne gjithashtu edhe pra që thita Janina kemi ardhur këtë që për mja mbështetjen edhe ndihmën tonë sa mundemi si nxënëse e gjimnazit Sami Frashëri. Ndër grupet të cilat i kemi zgjedhur nga Kryqi Koq, unë jam antare e grupit interkulturor, ku grupi interkulturor i Kryqit të Koq së shkollës tonë është një iniciativë e cila synon që ta bëj promovimin e kulturave dhe vlerave të kulturave të ndryshme të komunitetit tonë. Dhe si antare këtij grupi ndërmjet aktiviteteve të ndryshme të larmishme që kemi bërë pjesë, ne gjithashtu dhe kemi marrë edhe shumë mësim në moshën tonë, prej të cilave ka qenë edhe kuptimi i pasurisë kulturore dhe gjuhësore i tonë. Pastaj kemi pasur edhe një aktivitet në Institutin e Monumenteve ku kemi kuptuar të ndihmë krenarinë në identitetin tonë edhe rëndësia e trashëgimisë tonë kulturore, pasuria gjithashtu edhe gjuhës tonë, por gjithashtu edhe kemi lënë hapur dyert edhe për kulturat e tjera. Tjetër kemi kuptuar se sa e rëndësishme është të japim mbështetjen tonë pavarësisht kushteve sociale apo priardhjes së njerëzve, diversitetit, solidaritetit dhe humanistit. Edhe po du si diqysh me përmbyllën qëta me thonin që na si nxënës nuk jemi vetëm e ardhmja, por jemi edhe tashmja, dhe ne me aktivitetet e tona dëshirojmë që të frymëzojmë edhe të rinjët e tjerë që të bënë pjesë e Kryqit të Koq, apo edhe thjesht vetëm në aktivitetet e tyre ditore të japin mbështetje kushdo që është në nevojë. Puna e vullnetarëve të rinj të shkollës Sami Frashë në bashkëpunim me Kryqin e Koq është një dëshmi e fuqisë e humanizmit dhe solidaritetit. Ata janë shpresa për një të ardhme më të mirë dhe frymëzim për të gjithë ata që kanë më shumë nevojë.